Dita 9 të vajtimit profetit. Një popull i zhytur në mashtrim. Leximi i ditës Jeremia kapitulli 9. Vargu kyç. Sikur koka ime të ishte një burim uji, dhe sytë e mi një burim lotësh, që të qaja ditë e natë të vrarët e bijës së popullit tim. Shpjegimi. Ky kapitull në zbulon zemrën e thyer të Jeremis. Ai nuk është thjesht një lajmëtar i ftohtë i gjykimit. Ai është një njeri që e do popullin e tij me dëshpërim. Jeremia dëshiron të ketë lotë të pashtershëm për të qarë fatin e tmerrshëm që i pret. Por dhimbja e tij më e madhe nuk është shkatërrimi fizik, por shkaku i tij, kalbësirën morale të popullit. Ai e përshkruan shoqërinë e tij si një vend ku tradhtia, gënjeshtra dhe mashtrimi janë bërë normë. Secili gënjen të afërmin e tij, dhe ata e kanë bërë gjuhën e tyre si një harkë gënjeshtrash. Zoti paralajmëron se kjo tradhti e përgjithshme ndaj besimit dhe së vërtetës do të sjellë një shkatërim kaq total, saqë Jeruzalemi do të bëhet një grumbull gërmadhash dhe një strofë çakejsh. Kapitulli mbyllet me një thirrje për të mos u mburur me urtësinë, forcën apo pasurinë njerëzore, por vetëm me njohjen e Zotit, që ushtron mirësinë, drejtësinë dhe mëshirën. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 9. O Zot, Perëndi i drejtë dhe i mëshirshëm, unë vi para Teje sot me një zemër të rënduar, duke reflektuar mbi vajtimin e profetit tënd. Më fal nëse shpesh e kam marrë lehtë hirin tënd, duke menduar se mëkati im nuk ka pasoja. Më fal o atë nëse kam mbajtur simbolin e kryqit tënd pa e kuptuar peshën e tij të vërtetë, pa e ditur se ai kërkon një vdekje ndaj vetvetes dhe një jetë të shenjtërueshme. Unë e pranoj që shpesh nuk visi të sillem si një ndjekës i vërtetë i Jezusit. Sot të lutem më jep një zemër që pendohet, mos lejo që gënjeshtra, mashtrimi apo hipokrizia të zenë rrejnë në mua. Unë dua të ndreq rrugët e mia. Shëroje plagën e zemrës sime me balsamin e Galadit, me hirin tënd transformues. Veje jetën time një tempull të pastër, ku fryma jote banon me kënaqësi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.